Një operacion i policisë së Pukës ka quar në goditjen e një rasti të kultivimit të bimëve narkotike në fshatin Arst. Në kuadër të operacionit të gotuar, Arsti u arrestua një 55 vjeçar i dyshuar si autori i kultivimit të kanabisit, ndërsa u procedua penalisht edhe kryeplaku i fshatit për shpërdorim detyre. Sipas policisë, operacioni u zhvillua pas kontrolleve intensive në terren dhe hetimeve të kryera me metoda proaktive për evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve, shërbimet e komisariatit të policisë Pukës zbuluan 130 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, të kultivuara në territorin e fshatit Arst. Bimët u asgjësuan me djegje, ndërsa një pjesë e tyre u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të operacionit u vu në pranga shtetasi Skënder Nika, 55 vjeç, banues në fshatin Arst, i dyshuar për kultivimin e parcelës me kanabis. Gjithashtu nis procedimi penal në gjendje të lirë ndaj kryeplakut të fshatit, shtetasit MK 60 vjeç, i dyshuar për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Policia bën të ditur se kontrollet kundër kultivimit të bimëve narkotike do të vijojnë në të gjithë territorin e qarkut Shkodër, me qëllim parandalimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për vijimin e veprimeve hetimore.